Na tregov pak. Për çfarë ishe dhe sa vite ke? Unë jam akuzuar për lëndë narkotike, prodhim dhe shqit lëndë narkotike, jam dënuar me 5 vjet burg. Sa vojte? Dhe vojta 2 vjet e 7 muaj. Dhe nuk jam kapur me asnjë lloj gjaje. Jam dënuar pa drejtësisht nga ana e prokurorisë të Korçës dhe gjykatës dhe këtë e kam nga oficeri i policisë gjyqësore Mariglen Besha. E kam me tendencë. Ja ai ustaj dhe më ka marrë dhe familjen e qafë. Ai dhe kam 2 vite kusur këtu që s'po takoj dot familjarët e mi. Do ta kërkoni përsëri? Do ta kërkoj dhe kjo është vetëm fillimi. Sa kam dalë do t'i nis gjithçka nga para. Pse nuk i keni takuar dot? Nuk i kam takuar se nuk i ka lejuar prokuroria. E qartë që s'kam pasur dhe tërë ndikimi ka qenë nga oficeri i policisë gjyqësore. Nëse do Të tëra me shtequr dhe pa drejtësisht takimi të drejtës së fëmijës, kam një fëmijë të mitur, të moshës 3 vjeçare. Dhe kam lënë gati një vit e pak. Edhe nuk e kam takuar, nuk e kam parë. Nga padrejtësi që më ka bërë oficeri i policisë gjyqësore Mariglen Beqa. Ai ka marrë dhe presione kërcënime nga njerëz të drejtësisë. Dhe ndihem shumë i kërcënuar dhe i rrezikuar. Si unë dhe familjarët e mi. I rrezikuar në çfarë? Jam kërcënuar me jetë. Si unë dhe familjarët e mi. Mi kanë kthyer gjërat personale. Për çfarë atë e di oficeri i policisë gjyqësore. Se unë nuk e di dhe nuk e kuptoj akoma përse arsye. Për çfarë kam vojtë? Mos takosh dot familjen 2 vjet e kusur këtu. Ta kem 2 kilometra nga lart murit. Unë nuk e kuptoj që s'ka bërë vaki. Dhejt miqet e drejtë e fëmijës, pa drejtësisht. Se ndikon oficeri i policisë gjyqësore. Për çfarë arsye ata e di ai dhe këta do ta kërkojnë me anë e drejtësisë. Derisa ti rikthehesh jetës tënde normale? Po, normale, që po normale. Jam familjar, kam një fëmijë të mitur, kam një nen pensioniste dhe dua t'i përkushtoj familjen. Si e keni emrin, lutem, si quhet? Besmir Gjezar. Besmir? Gjezar.